që thoni do bëjmë halvë, ose si e quajmë në grekisht, halva farsalon. Këtu kemi vënë një gotë me sheqer, me flak të avashme. Hajde, afro, mos këpri. Ja, po do shkri ky sheqeri tani, do bëjt si karamele. Këtu po zjej një gotë e gjysmë me ujë. Edhe këtu tani kam hedhur 3 gota me sheqer, do hedh 4 gota me ujë. Po, kjo ëmbëlsirë do shumë sheqer. Ndaja duhet të kujdesemi neve një qik jemi një qik më të mbushur. Si që thashëm, hodhëm 3 gota me sheqer edhe 4 gota me ujë. Do hedhim brenda një çështenë. Aksidentet! Këto janë aksidentet kur gatuan. Do hedhim një çështje brenda. Shikon nga ky zarfi, nga kjo kesja, si e quani në shqip nuk e di. Do ta hedhim pothuaj të gjithë, do lëm një çik në fund, dhe mos bëhet edhe shumë e fortë kështu. Të bëhet një çik e lëvrikur, siç e thoshnin. Pasi e kemi trazuar këtë ujin me sheqer dhe një çështje, do hedhim brenda arët, ose dhe bajame, si të doni. Mua më pëlqejnë më shumë arët në fakt, se i kemi dhe nga pema tonë në Shqipëri. Po, kemi dhe arën edhe në Shqipëri, se që ta ndyve. Kështu, hedhim arët këtu. Tani nuk ande shumë, edhe përtoj të qaj të tjera, këto, janë tani. Se nuk do ngopemi me arët.